Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Dëshiroj t'ju falenderoj për vlerësimet tuaja dhe t'ju uroj muaj sa më të mbar, me që janë dhe festat kombëtare të pavarësisë të Shqipërisë. Këtë temë të kësaj video do ta trajtoj në lidhje me astrologjinë antike dhe moderne. Atëherë, duhet dim që astrologjia është shkenca e cila nuk është një shkencë eksakte, dhe të thënë që të ketë baza shkencore të matshme, por që në fushën e motive dhe në fushën e tamam shkencave, le të themi, ka të bëjë me matjen e niveleve të personalitetit të individit, pozicionit planetar dhe ndikimet e pozicionit planetar në jetën e njeriut, kurse numerologjia ka të bëjë me aspektin linear dhe valutativ të personalitetit të individit, i cili mund të ndahet në emër, në numër, ose dhe në ngjyrat që përcaktojnë se çfarë prirjesh ka një person. Ka dy modele astrologjik, ai lindor dhe ai perëndimor. Niveli lindor është Oksidenti, i cili është alfabeti astrologjik kinez kryesisht, dhe ai koreano-japonez që është bën pjesë të alfabeti astrologjik kinez, siç është ndarja e tyre sipas legjendës së Budës, i cili ftoi kafshët e shenjta të Kinës që të nisnin një garë, se kush do ishte më i shpejti që të mbërrinte në festën e organizuar nga Buda. Dhe i pari që mbërriti për shkak të njohurisë së madhe të tij që e miu, dhe i fundit që deri. Një astrologjia bashkohore e popujve indo-europian dhe afrikan është astrologjia oksidentale, jo orientale kineze. Në astrologjinë oksidentale bën pjesë 12 shenjat e zodiakut, të cilat i njohim shumë kollaj, pasi hasin për ditën e jetën tonë, siç janë Dashi, muaj mars-prill, Demi, Binjakët, Gaforia, Luani, Vigjeresha, Peshorja, Akrepi, Shigjetari, Ujori, Briciapi, Ujori dhe Peshqit, bashkë me Briciapin që ishte pas shenjës së Shigjetarit. Flasim për muajin e tanishëm, jemi në muajin nëntor, i cili është muaji i Akrepit, shenjës Akrepit, e cila është një shenjë ujë, fikset të qëndrueshme dhe kokfort, ose me mendim me baza të fuqishme të qëndrueshme. Njerëzit ndahen në tre lloje sisteme shenjash: në sistemin kardinal, që janë 4 shenjat: Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Briciapi. Po një shembull, në Shqipëri, liderat kryesorë si Enver Hoxha, Edi Rama, Sali Berisha, apo dhe Recep Mejdani, apo dhe Ilir Meta, gjithashtu, kanë qenë të gjithë shenja kardinale, pra persona
të cilët janë lidera. Nuk merren me gjë tjetër se me politikë dhe menaxhimin e sektorit të ndryshëm të ardhurave financiare, shkenca e politike dhe jurisprudencën ndërkombëtare. Shenjat e tjera janë shenjat e ndryshueshme, të cilat janë binjakët, vigjeresha, shigjetari dhe peshqi. Këto janë shenja shumë të afta në komunikim, janë shenja të cilat merren me gazetari, me shkenca sociale, me shkenca natyrore, por nuk shquhen shumë për leadership, më shumë shquhen për, edhe kur arrin leadership, shquhen për marrëdhëniet e tyre praktike ose marrëdhëniet e tyre shumë të jashtëzakonshme në fushat në të cilat janë bazike, jo shumë të gjithanshme dhe çorientuese ose kaotike. Dhe kategoria e tretë janë shenjat fixed, forta, të qëndrueshme me baza të forta dhe të gjithanshme, dhe pak a shumë edhe kaotike. Këto bën pjesë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori. Këta janë njerëz që janë gjeni në kuptimin e plot të fjalës, në aspektin emocional, në aspektin psikologjik, në aspektin shkencor dhe në aspektin ekonomik. Ta nuk rreshin dot të pushuari, së punuari, së menduari dhe fatkeqësisht ndonjëherë për individ caktuar edhe së menduarit së prapti. Një kategorizim tjetër ndarje është ai midis elementëve astral, siç janë shenjat e zjarrit, shenjat e ujit, shenjat e tokës dhe shenjat e ajrit. Te shenjat e zjarrit bën pjesë Dashi, Luani dhe Shigjetari, të cilët shquhen për agresivitet, ambiciozitet, leadership dhe energjetik. Janë gjithmonë njerëz që gjenden në krye të sistemeve. Shenjat e tjera janë shenjat e tokës, të cilat janë Demi, Vigjeresha dhe Bricjapi, të cilët shquhen për ekonomi, për jurisprudencë dhe për shkenca praktike. Pra janë shenja praktike. Shenjat e ajrit janë binjakët, peshorja dhe ujori. Këta janë shenja që merren kryesisht me komunikimin, me shkencën inovative, me gazetarin, me jurisprudencën dhe janë shumë të afta në komunikim. Kurse shenjat e ujit janë gaforja, akrepi dhe peshqit. Jezu Krishti mendoi se ishte shenjë peshqi. Këta janë shenja emotive, imagjinative, emocionale, edhe janë poet shumë të mirë, janë shkrimtar shumë të mirë, janë dhe aventurier shumë të mirë. Kryesisht ju pëlqen inovacioni, por në aspektin emocional kryesisht. Ju uroj festa të gëzuara, shqiptar, kosovar, emigrant, ta gëzojmë pavarësinë tonë, të cilën kemi luftuar brezi jon me penë e me laps, ose brezi i paraardhës me pushke dhe me kazë. Ju uroj një fundjavë të këndshme. Mirupafshim.